Sot shënohet 27 vjetori i betejës së Koshares, një prej betejave më të rëndësishme dhe më të suksesshme të ushtrisë shqirimtare të Kosovës gjatë luftës së Kosovës për liri. Më datën 9 prill të vitit 1999, në kuadër të operacionit Shigjeta, Brigada 138 të UÇK-s, në krye me komandantin Agim Ramadani, luftoi me ushtrinë okupatore serbe për të thyer kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Përmes së marrjes së kontrollit të kufirit, betejë Koshares kishte rëndësi strategjike të veçantë në krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm të mbështetjes dhe logjistikës për UÇK-n. Kjo betejë ishte e ashpër dhe e përgjakshme, por UÇK-ja arriti të fitojë betejën duke dëshmuar vendosshmëri dhe guzim në front. Si pasojë, kjo betejë u bë motiv për rritjen e numrit të vullnetarëve që u bashkuan me radhët e UÇK-s për të luftuar për lirinë e vendit. Betejë Koshares është një nga betejat më të lavdishme të UÇK-s. Kjo betejë ishte betejë që rrëzoi mitin e kufirit ndër shqiptar, duke qenë bazament i lirisë së Kosovës. Betejë Koshares zgjati plot 67 ditë, e cila mori shumë jetë nga të dyja palët të UÇK-s dhe ushtrisë jugoslave. Nga ana e ushtrisë qërimtare të Kosovës ranë dëshmor 114 luftar shqiptar, ndërsa nga ana e Jugosllavisë u vran 108 ushtar serb, në mesin e të cilëve u vran edhe mercenar ros. Ndërto me prodhime vendore.